الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hamdi, falenderimi takon veç madhnisë Allahut, atë e falenderojmë, edhe gjitha ibadetet tona dhe lutjet tona madhnisë Allahut I cili është I vetëm ja dedikojmë, ndërsa salate në kohën më të veçantë ditën e xuma I çojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për lutjeve të veçanta, I çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam familjes tij, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit. Xhamati pranishëm dhe ju shumë të respektuam, e lutim Allahun me shpresë të madhe dhe me bindje që neve këtu që jemi dhe familjeve tona dhe gjithë muslimanve, Allahut na fal gjunahet ja Rabbel Alamin. E pastaj Allahut na mëshiron në ditën e Kiametit ja Rabbel Alamin, edhe të na bën nasib Jannatul Firdausin. Amin. Nuk jam ty u pa juve jashtë çka jeni, po kam dëshirë në këto momente të veçanta të hutbës mu kanë këtu në mrena. E kam qëllim mu kanë mrena në kuptimin e fjalëve të Zotit, në këtë ibadet të veçantë, pasi që ke ardhur këtu, mos më ardh veç me trup, po me ardh me zemër dhe me shpirt. Edhe mi shiju këto momente të ibadetit që jo secili shijon ibadetin ndaj madhnisë Allahut. Allahi na mundsoft me shiju ibadetin e Zotit. E mu Allahu më dhash sinqeritet në vepër dhe në gjuhë në këtë ditë të begat, pasi që sot kisha ndërmend me fol një temë krejtësisht tjetër, por nuk dal në hutbe asnjëherë pa u konsultu me hoxhallar e me shokë dhe dashamir se çfarë halli duhet me komentu, edhe para se me dal në hutbe sot më këshilloi një vëlla tha hoxh, fol për njerëzit e dukshëm dhe të padukshëm. Kur e ngova këtë fjalë dyqysh hiç s'marroki, s'mu duk diçka. E kur fillum debatin, e kur fillum pastaj mi analizu disa ajete dhe disa hadithe, e pa se ne jemi naut shumë, jemi larg shumë gjanave. Mi than haxhilerëve dhe xhamatit, të padukshmit dhe të dukshmit, padukshëm janë melaçet, nuk I shohmi. Të padukshëm janë gjint, nuk I shohmi. Ama të dukshmit janë. Edhe titullin e kam njerëzit e të dukshmit dhe njerëz të padukshmit. Me kanë ki qef me nejti. Kush janë që të dukshmit? Të dukshmit janë njerëz të pasur, krejti njohmi njerëz të pasur në shoqërinë tonë dhe ma gjanë. Bile, një numër I madh I tyre kanë qef me qëndru para atynve, pranë atynve, afër atyre, afër zënginave, se janë shumë të dukshëm. Një kategoria njerëzve kanë qef me qëndru afër kujna, hoxhallarëve që kanë famë, sa ato janë të pashëm, njofshëm përpara. Ata që ka miren me politikë kanë qef me qëndru para ftyrave që janë më të njohur a nivelin shoqëror, ma nalte, ma xhane dhe ashtu me radhë. Ama janë një kategori kanë qef me nejtë me sportistas, dhe ato janë ftyra publike. Dikush ka qef me artista, me këngëtare, ku ta diune, kryesorja e ndin vetën të privilegjuar me nejtë me njerëz të dukshëm. Mesazhi është Allahu prej 7 katë qiellnave I tha Muhammed Mustafa sallallahu salam në Kur'anin famëlart, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum. Allah I tha, o Muhammed, dura vetën tënde me ata që e lusin Zotin e tyre në sabah dhe në akşam, duke kërkuar ftyrën e kënaqësisë tënde, e mos I largo syt prej atynve. O xhamat,
Allahu ja zbriti njeriut më të mençëm, më të dashur Resulullahit alayhis salam, kur Ebu Xehli me parinë e tij i than largoj Bilalin radiallahu anhu, Amr, Suhejbin, Ammar ibn Yasir, largoj se këto janë fukara, kjo është rob, kjo është sklav, kjo është i dopt, kjo është i smut, ne nuk jena në kategori me nejtë me ta. Largoje. Allah i tha, wala tadu ainak, mos i hek syt prej këty, prej kësaj kategorie të njerëzve. Ama këta ishin çka e dridhen botën. Ishte familja e shahidit. Ishte i pari Bilali i cili dëshmoi prej robërve para zotërisë së tij se ahadun ahad, Allahu është një. Nëse gjithë këto janë të dukshëm të cilët i shohim dhe dëshirojmë të qëndrojmë me ta, pyetjen e kam, a dëshirojmë na me qëndru para njeriu të dobët sot? A dëshirojmë me qëndru para plakit që s'ja qelmi derën hiç 15 ditë dikush? Para një smutit në shtratin e vdekjes, ndoshta me muj nuk e vizitojna. A qëndrojmë para disa fëmijëve që janë me aftësitë kufizume dhe me shkue, me ja qel derën, me ja blen një lojnë, me shoqëru atë fëmijë, me gëzu atë fëmijë. Apo kemi qef me dalë në foto dhe në Instagram, kam dalë me filan politikanin, me filan tregtarin, me filan shejtanin, me filan artistin. Në xhenem vabesën me sirë shkoni, nëse nuk janë të udhëzuar. Allahu e ngriti Resulullahin me Bilalin, me Ammar ibn Yasir, me Suhejbin radiallahu anhu, me burrat me Abu Hurajrën, me Hudhejfën radiallahu anhu. Prandaj mos na mashtrojnë mediat dhe rrjetet sociale kenet me burrat mëdhaj. S'ka burrat mëdhaj, ka burrat mirë dhe të këqij. E po hoq thae, gjinët janë të padukshëm, melaçet janë të padukshëm, vallahi kemi shumë njerëz na që nuk i shohim ama janë në dynjat. Është i smut, nuk ja qel derën. Ndoshta dhe bukën e ha vet, nuk e ha në truezën ku han antarët e familjes. Aja ka ndrejt shtëpinë. Ajo shkak që të ka lind ty si prind, të ka eduku, të ka shkollu dhe t'i e len mrena në sobë, se marrë me hangër buk baba me neve, se babën e kam pa qef. Ti e smut, ti nuk i ndjenjë, ti nuk mundesh më kanë prej banorëve të xhenetit nëse nuk i sheh njerëz të smut. Resulullahi alayhi salatu wassalam tha, Allahumma rzuqni hubbal masakin. O Allah, ma shtot dashnien, furnizon me dashnin mi dasht njerëz miskina. Miskini është i dopti, është fukaraja, është i smuti. Mja qel derën ati qka nuk ja qel kurkush, qelja. Ja ka qel Resulullahi, qelja ti. A do në me qel derën e xhenetit, qelja ti. Sa nanat i rjedhin lot për fëmijën që e ka të smut. Sa gruja qanë sot që fëmijën e ka në shtratin e smundjes. Vizitoni ata që ka nuk i shofmi. Ndimoni ata që ka nuk i shofmi. Qef Allah, a i dini sa kushton një lutje e një të smutit, o vlla. Duaja e të smutit pranohet, duaja e xherusit pranohet, duaja ati që ka i ke bë zullum, duaja e të smutit, ti shkon, në ditën e kiametit, Allahu të shpërblen me xhenet. Pse? Wallahi, pa asnjë interes kam shku e kam vizitu filan smutin. Qaj fëmija s'ka ditë më të folë në këtë dynja, ka pas një diagnoz, nuk ka ditë më të folë më ta shprej falenderimin, ja qën një lojnë, ja qën një dhurat, në ditën e kiametit e gjenat gëzim që e ke gëzu. Qka është vepra madhështore tek Allahu mas imanit? Është e habban nas ila Allah anfahum lin nas. Njerëz më të dashur të Allah janë njerëz të dobishëm. E pastaj vepra më e dashur është vepra me gëzu zemrën e atina e cila është e shashtrist e mërzitshme. Ti vizitojmë njerëzit që ka nuk i vizitojnë. Ti vizitojmë njerëz të smut, ti vizitojmë miskinat. Prandaj gjithë këto çka janë që i përmenëm deri tash janë prej ajetit të cilën e përmenëm pak më herët. Ajeti dhe pe përfundojmë. Ky ajet na jep një mesazh shumë të madh. Wala ta'du aynaka anhum. Allahu i tha njeriu mos i qel
Resulullahit i cili ka qenë vigjilent në çdo aspekt, i tha: o Muhammed, mos i hek syt prej njerëzve të kësaj kategorie, të smurit, të gjorit, miskinit. Mos u mashtro me se Abu Jehlit se është i madh, ai është shumë i poshtër në kontekst tjetër janë. Se nuk e din kënaqësinë e Allahut kë e fiton ti. Prandaj, sepse tek Allahu vlera nuk arrihet me pasuri, as me fuqi, as me post. Tek Allahu arrihet vlera vetëm se e imanit dhe devotshmërisë. Mundet më kanë pasy, pa e sheh hakun me sytë e zemrës. Mundet mos me ndëgju, pa e ndëgjon me veshin e zemrës. E don Allahun, e beson Allahun. Ka njerëz me sy, po nuk e kanë pa xhamien. Ka njerëz me sy, nuk e kanë lexu Kur'anin. Ka njerëz me sy, nuk e shohin smutin shtëpinë e vet çka e kanë. Ata kanë zemra, po kanë drynë zemrat e tyre. Ata kanë sy, po kanë drynë në syrin e tyre. Ata kanë vesh, po janë të shurdhur. Prandaj, ku ka sprovë më të madhe se Allahu më ta dhon veshin, synin, zemrën, e ti mos me pa hakun, e ti mos me vizitu të pamundshmin, miskinin, të gjorin që e ka dashur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë kush e don xhenetin, kush e don, le të viziton që ta çka nuk i shohmi. Që to çka nuk ja u çelin derën shumica. Prej sot, bani një program tonin, gëzoje një fëmijë të smur. Gëzoje, vizitoje një plak që nuk ja ka qelë derën. Gëzoje një familje të varfër me nevoja të shumta që kanë, se nuk e din ku e fiton kënaqësinë e Allahut. Ky ajet është një udhëzim i fortë për çdo besimtar. Se ne i vlerësojmë besimtarët e thjeshtë, e vlerësojmë vetëm se me sinqeritetin dhe me veprat e tyre, të mos masim njerëzit me pasuri dhe me pozit, gjen pozit sot në pozit. Gjezengin sot fukara, muslimani mbetet musliman deri në vdekje, edhe të qëndrojmë në shoqëri të mirë me ata që kujtojnë Zotin, të shoqërohemi me ata që e përmendin Allahun, të ndihmojmë ata që e dojnë Allahun edhe ata që kanë nevojë për ndihmën tonë. Elusi madhninë e Allahut subhanahu wa taala, që Allahut na ban të mundër që të vizitojmë njerëzit që nuk i shohim shumica e tyre dhe kanë harruar adresën e tyre. Elusim Allahun subhanahu wa taala se në ditën e Kiametit do të ndërmjetëson fëmijën që e ke gëzu, të sëmurin që e ke gëzu, plakun që ka qenë në hallë dhe në mërzia të madhe dhe ja ke hek dertin nga zemra e tij. Elusim Allahun e madh që Allahu t'i largon brengat tona në këtë dynja dhe në ahiret. Allahu të smurit ton, Allahu t'i shëron. Allahu pleqve ton, Allahu shëndet t'i jep ya rabbel alamin. Allahu ata që i ka sprovuar me lloje të sprovave, Allahu t'ja shton sabrin dhe durimin, ndërsa neve të gjithë të tjerëve, Allahu t'na ban nga ata që mbjellin dhe instalojnë dashuri, respekt, kujdes të veçantë ndaj kësaj kategorie që i ka kushtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elusim madhnin Allahu që kjo ditë xhumaje të jetë falje për gjunahet tona. Allahu na fal ya rabbel alamin. Allahu na mëshiroft me rahmetin e tij ya rabbel alamin. Allahu ta ngrit vetdijen ton ya rabbel alamin. Allahu i rënin ton ta udhëzon në rrugën e drejtë dhe në rrugën e suksesit. Allahu tregtarëve t'ja mundson suksesin me rrezik halal ya rabbel alamin. Allahu t'ja mundson me dhënë sadakan dhe zeqatin ya rabbel alamin. Atë diturve, profesorëve, arsimtarëve, Allahu ja shtof diturinë dhe t'i mësojnë rinin ton në rrugën e tij, se nuk ka sukses dhe përparim pa dituri. E kullu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.